Futbollisti i kombëtares shqiptare, Yasir Hasani, një nga protagonistët kryesor të kualifikimit në Euro 2024, ka folur së fundmi në lidhje me të ardhmen, teksa ka zbuluar se me 95% do të transferohet në një klub i madh në La Liga. I ftuar në studion e emisionit Sport Focus, Hasani ndër të tjera zbuloi: "Kam oferta nga Spanja, Arabia dhe Japonia. Tani për tani nuk mund të them se do të lëviz, sepse mbyllen transferimet. Nuk mund të përmend ekipe, por me 95% do të transferohem në Spanjë. Është ekip shumë i madh. Kam luajtur shumë larg. Irani është më afër se kur kam qenë në Kore. Nga Stambolli është 2 orë. Nuk është shumë larg. Jemi mësuar. Kur vjen një ofertë e madhe nga një klub i La Ligës, do e mendosh. Nuk mund të thuash jo, por duhet të flasë edhe me klubin e Istigalit për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Kur bën shumë pushime, nuk është mirë edhe për ne lojtarët", deklaroi Hasani. Yasir Hasani ka lënë pas Iranin dhe luftën atje duke u larguar nga vendi i cili është përfshirë në konflikt të armatosur me SBA-n dhe Izraelin, por para se të largohej nga ky vend ai ka ndihmuar dhe futbollistin e përfaqësuese së Maqedonisë së Veriut, Stefan Ashkovski, që të largohej gjithashtu pasi ishte braktisur nga klubi i tij. Gazetarët e Sport 1 në Maqedoninë e Veriut kanë takuar 2 futbollistët në aeroportin e Stambollit dhe ata kanë treguar se si kanë arritur të dalin nga vendi. Ashkovski kishte qenë 15 orë larg vendit ku gjendej Hasani, por ja kishte dalë të takojë dhe udhëtonte me të fal shoferëve që klubi Esteglal ku luan futbollisti kombëtares kishte vënë në dispozicion të futbollistëve të vet. "Ishim të ndarë deri në ditën e fundit. Kur jam atje, ka 3 shoferë nga klubi që janë në dispozicion 24 orë për ne", tregoi Hasani. Më pas e kishte radhën Ashkovski të tregonte vuajtjet e tij dhe se si Hasani e kishte shpëtuar pasi klubi i Mes Rafsajan, për të cilin luante në Iran, e la në mes të rrugës. "Unë udhtova nga Rafsajan në Teheran për 15 orë, pastaj në kufi me Turqinë dhe prej nga atje me avion në Stamboll. Ishte një telash i madh të kaloje përmes Iranit. Yasiri më ndihmoi, ai kishte shoferin e tij, ja dola me të. Kishte sulme kudo edhe pranë meje, sapo kishte filluar. Nuk isha ngrënë apo pirë për 3 ditë, unë thjesht po kërkoja një mënyrë se si të largohesha nga vendi. Pasi lideri i tyre u vra, asgjë nuk funksiononte, çdo gjë u mbyll, gjithçka ishte e vështirë, por gjithçka përfundoi mirë. Tani pres me padurim të shkoj në shtëpi, të fle dhe të pushoj pak. Kur gjithçka ndodhi, mua më braktisën, po të mos ishte për Yasirin, kishte edhe të huaj të tjerë, por asnjë nuk më ndihmoi. Isha i ulur në rrugë të huajt e skuadrës së Persepolisit po kalonin me një autobus dhe i pyeta nëse mund të shkoja me ta dhe më thanë që nuk mundesha. Kjo do të jetë një eksperiencë e madhe për mua në të ardhmen, tha futbollisti i Maqedonisë së Veriut.